Protesta kundër qeverisë vijon prej 80 ditësh në Tiranë, një nga ciklet më të gjata të bimeve të njëpasnjëshme të zhvilluara në kryeqytet gjatë muajve të fundit. Qytetarët u mblodhën si çdo ditë në zona të ndryshme të qendrës së Tiranës, ndërsa më pas u mblodhën tek tubimi i përqendruar përpara kryeministrisë. Gjatë këtyre javëve, protestat kanë marrë forma të ndryshme, nga marshimet në rrugët kryesore të kryeqytetit deri tek grumbullimet e përditshme pranë institucioneve. Lëvizja është bërë e njohur me emërtimin Revolucioni Flamingove, ndërsa në fokus të protestuesve vijojnë të jenë kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e kursit politik të vendit. Pavarësisht shkozgjatjes së protestave, organizatorët dhe pjesëmarrësit deklarojnë se do të vijojnë të dalin në rrugë duke kërkuar ndryshime politike. Një element i veçantë i ditëve të fundit ka qenë dhe pjesëmarrja e shqiptarëve nga diaspora, të cilët u bashkuan tubimeve në Tiranë dhe shtuan numrin e protestuesve. Me hyrjen në ditën e 80, protestat vijojnë të mbeten një nga zhvillimet kryesore politike në kryeqytet, ndërsa mbetet e paqartë se sa gjatë do të vazhdojnë tubimet e përditshme.